A ka ndaj kush që i dën qikat e trasha. Kuskus, a ka ndaj kush që i dën qikat e plota. Unë i kisha 103 kila në atë kohë. O, sa herë kom këndu vetë. Unë ju mujt me motrën tem, një tepsi, unë e kom hangër një copë motra jam, një tepsi unë shtresha ajo jo. Po të duaj me përshkruaj jetën tënde me titull këngë, cili do ishte? Do ti mund ka pa, ty të unë t'ka pru, pasha jetën, du krejt jetën, me kon jeta jame. 10% inspirona për historive të tjerve, dhe 10% tjetër hiperbolizojnë në mënyrë hipotetike. Cila është gënjeshtra më fani që e ke përdor për me ik nga një takim? A po mlemesh një sekund. Poa. Qa për ndodhë? Djali bre, në këtë murat u e që atë kajtë shumë. Edhe dalë në skenë, tak, ting shkopit. 300 veta në salë, mu të drejtshin gujtë. Qka ke fillu me shkru mas pari, kur ke fillu? Poema. Poema. Poezi do me thanë ke shkru. 2-3 momente gjatë koncertit të dojshta njerëzë, ju se dini qa të thonë drejtusi orkestrë, se ishtë të nëzitu kesh me ta, po ma mirë që s'po nëzihni jo, edhe vazhda isha dhe këna isha. Qishtë ai tekst, moj? Jam të menu bashkë me Adisin mu këthy knejna, se ma lirë mo tërë gjithë shka. Faqja bësh, edhe kom njës me shkrujt. Edhe profesoresha shumë nervëz, erdh, edhe qaj të po? Ti e ke shkrujt qëta? Po i thash, hajde tha dhe letëzaja. Edhe në shpesh herë e thot Rudi, të shohëm qa po na del, edhe mu më pëlqen ajo. Dhe jam ishtë të dashur, një ëmbëlsi fantastike. Njëra prej recitimeve të mija ma të mira, u ka në monologu i plakës Nicë, Ismail Kadares, se më thëshën të nko njerëzë tash kime shtazonë, s'kime bukur gjë, kime najtë e shpia, e kom pas në periudhë vas një atë që 3 muaj s'ku mujtë me ardhë heqin në Kosovë, se s'kisha lek për me pagu as biletën e autobusit. Zoti më karuj, ty me tu dorëzuj, pasha jetën, unë krejt jetën, a nuk s'kom i shkru, për ty e mu. O, sa